Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhat në një tjetër edicion të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Në këtë edicion, sonte, kemi veçuar të flasim për zhvillimet rajonale, ndikimin e zhvillimeve geopolitike dhe situatës në vendet e ndryshme të Ballkanit Perëndimor, në procesin eurointegrues të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu dhe çfarë impakti kanë të gjitha këto zhvillime në procesin integrues gjithsesi të Maqedonisë Veriut. Në studio kam analistin Ariton Rama, me të cilin do të flasim në lidhje me këtë çështje. Faleminderit shumë për ftesën. Padyshim që Bashkimi Evropian është mes nesh dhe për ne dhe gjithmonë është kënaqësi të diskutojmë këtë çështje. Më vjen mirë që do të flas me një frymë të re dhe do të më japësh një vlerësim pak më precis lidhje me atë se çfarë mendon në këtë rast kur Kosova është në një situatë pasgjedhore jo edhe aq stabile, ende nuk janë formuar edhe institucionet, ka dështim në përzgjedhjen e qeverisë së re dhe proceseve të ndryshme. Si ndikon në këtë drejtim në Kosovë kjo situatë, më pas do të flasim edhe impaktin në vend? Absolutisht që perspektiva politike gjithmonë ndërtimin e ndërtimit, sidomos këtyre niveleve tranzicionale, e kanë theks të veçantë stabilitetin politik. Kosova po manifeston, pothuajse është në prag të manifestimeve të jubilejit të dytë 20 vjeçar, 17 vite shtet, dhe të përjetoj të tilla kriza politike është jo në elementet e komode politike për të vepruar në këtë aspekt. Mendoj që pothuajse gjithë vendet evropiane, sidomos këtyre të Bashkimit Evropian, nuk kanë tretmane të tilla të krizave, sepse mos funksionimi institucional dhe mos hartimi i fleksibilitetit institucional nuk kuptonte edhe një farë mënyre parandalesë ose paralizë të përditshmërisë sociale, ekonomike dhe politike brenda shoqërisë. Mendoj që Kosova është në një prag të një stabilitetit ekonomik, është një prag të një lloj harmonizimi të integrimeve të ndryshme institucionale politike të shndërtimit të saj, dhe kjo krizë nuk është në favorin politik. Zgjedhjet manifestuan një fitues dominant të manifestit të zgjedhor dhe po ashtu një opozit e cila është në prag të numrave pozitare, dhe kjo do të shërbente shumë mirë demokracisë dhe debatit legjislativ të cilët duhet të ndodhen në parlament. Parlamenti është elementi sublim i funksionimit të një shtetit. Mendoj që duhet të tejkalohen kapriçet politike për të vepruar në aspektin politik. Këtu nuk fajsoj vetëm opozitën, këtu fajsoj edhe pozitën, sepse këtu duhet të ketë një lloj fryme progresive dhe prosperuese për nivelin e harmonizimit politike. Është i thare e mirë iniciativa për stabilitet politik nga thirrja e Vjosës Osmani, presidentes, për të harmonizuar qëndrimet e tyre. Mendoj që nuk duhet të jetë karakter vetëm një emër për të realizuar këtë realizim të një krize politike, po manifestohet si një lloj, kjo krizë po manifestohet si një lloj elementi përshtatshëm për dy taborët, edhe për pozitën dhe opozitën. Mase kjo nuk është element që po tejkalohet, mendoj që mund të jetë edhe përshtatshëm për elita politike nga çdo tabor, e cila nuk është e përshtatshme as pak për qytetarët. Presin pagat e larta, presin proces të liberalizimeve të vizave, presin procesin të harmonizimeve integruese në Bashkimin Evropian në NATO, pra presin shumë elemente të cilat janë më të rëndësishme se sa kjo definimi i emrit. Zatëm koncepti i spikirit të parlamentit nuk është vetëm përgjegjësi e madhe politike, përveç se koordinim dhe monitorim të legjislativit politik, që nuk do të jetë në farë mënyre kalkulim numrash, por do të jetë kalkulim i pikave të së ardhmës të Republikës Kosovës. Kosova në premisën e saj të funksionalitetit politik nuk e ka prioritet emrin e kryetarit të konventit, po e ka prioritet fillimisht realizimin e dialogëve me Republikën e Serbisë, tejkalimin e blockdownve të perëndimit, sidomos të Bashkimit Evropian, për të cilën tashmë është në prag të sanksionimeve të dyta dhe të treta, dhe normalisht që kjo tregon një lloj egzagerimi i tepruar politik që duhet të jetë në favorin aq më të shpejt për të stabilizuar çdo krizë të brendshme lokale politike, për të harmonizuar krizat e jashtme diplomatike. Në këtë aspekt, ne siç e sublimoj gjithë mendimin tënë, shohim një vullnet shumë të dobët të aktorëve politik për të tejkaluar këto sfida,
Mirë po si perceptohet kjo nga aktorët politikë ndërkombëtar, për shembull, kishim edhe vizitat përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian në rajon, por edhe në Kosovë. Si vlerësoni perceptimet e tyre? Retorika e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Kosta i tha unë pi u pres. Kjo është më skandaloze në gjuhën diplomatike. Koncepti po të pres nga përfaqësuesi më i lartë i Bashkimit Evropian do të ishte jo e udhës, po përkundrazi do të ishte kundërta. Ne ta presim Bashkimin Evropian për të procesin integrues. Jo Bashkimi Evropian të na pret neve, sidomos në nivele rajonale, po flas për theksellë për Kosovën, sepse Kosova nuk e ka komoditetin e duhur për ta pritur Bashkimin Evropian për të hapur kapitujt e procesit integrues. Mendoj që porosia është shumë e qartë që stabiliteti dhe progresi politik në Kosovë është më e rëndësishme se sa përpilimi i numrave dhe tekeve politike. Mendoj që nëse duam të kemi nuancat e integrimeve dhe pjesën e stileve të Bashkimit Evropian dhe sidomos premisat e shteteve të Bashkimit Evropian perëndimor, politika nuk konsiderohet si art i arritjeve të predispozitave personale, por arti i qeverisjes, arti i shërbimeve të popullit dhe të rrit politike, sidomos në nivelit të Bashkimit Evropian, vlerësojnë një pjekuri dhe pragmatizëm politik. Nëse pragmatizmi politik do të ishte që të kalojë kjo krizë me një emër unitar dhe të arritë sa më shpejt një lloj projekt ligji për miratimin e ligjeve të cilat kanë të bëjë për hapjen e dialogut dhe njëkohësisht stabiliteti për të ulur në tavolinën e Bashkimit Evropian, normalisht do të ishte shumë e pranueshme se sa këto 17 seanca të dështuara parlamentare për të zgjidhur një emër. Përfaqësuesi zotri Kosta e promovoi edhe këtë element që Kosova është në planet e Bashkimit Evropian. Kjo është edhe një element i mirë se ardhur. Pra të qenë në rendin e ditës çështja politikave rajonale ballkanike, sidomos të Ballkanit Veri perëndimor, me theks të veçantë harmonizimin e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë është koha momentale. Kemi një lloj dinamike të ndryshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një dinamik po ashtu të ndryshuar në aspektin diplomatik dhe të sigurisë nga Bashkimi Evropian, pra sot po fokusohet më shumë tematikat e sigurisë dhe proceset integruese diplomatike, cilat më Kosova i posedon si krizë elementare rajonale dhe mendoj që këto janë ato që duhet të vendosen në prioritetet politike diplomatike të Kosovës. Deklarata ishte mjaft koncize, do thotë kemi prap 3 raporte negative për Kosovën në aspektin administrativ, në aspektin gjyqësor dhe në aspektin e realizimit të dialogut me Serbinë. Pra këto raporte duhet të tejkalohen pothuajse ose duhet të trajtohen deri në 10 orë dhe Kosova nuk ka kohë për të pritur aq më shumë, Bashkimi Evropian nuk ka kohë për ta pritur Kosovën. Kur marrim parasysh arriton edhe frymën e qytetarëve kosovar, të cilat vazhdimisht i kemi edhe diskutuar, për shembull një frymë e re, e cila është shumë e evropianizuar dhe më shpejt ka ecur me disa reforma për një shtet i cili është mjaft i ri, por nga ana tjetër këto ngërçet politike dhe ndoshta edhe mendimet e kundërta politike të cilat edhe çojnë mrapa në vendin, do t'ishte një hap shumë i rënd edhe për politikanët kosovarë që të ndërmerret një gjë e tillë, por e dim dhe çdo herë se Kosova ka qenë pro-evropiane dhe pro-amerikane. Unë e vlerësova në disa shkrimet e juaja në rrjetet sociale, thatë u minua fryma elektorale kosovare. Nëse minohet fryma dhe vullneti elektoral, normalisht u minohen vlerat pluraliste demokratike. Kosova, sidomos vota kosovare ose stil dhe vedije elektorale kosovare ka ditë të dënoj aktorët politik, ka ditë të ngrisë një parti politike dhe mas 6 muaj të rrëzojnë një parti politike, ka ditë të votojnë ndryshë në zgjedhje lokale dhe ndryshë në zgjedhje parlamentare, ka qenë mjaft prezente edhe diaspora dhe mendoj që zëri elektoral ishte i qartë në këtë cikël zgjedhor, po ashtu ju dha një 50% tepër frymës pro-qeveritare, vetëvendosjes me aleancën e vet, dhe normalisht po ashtu i dha edhe një shtytje opozitare, të cilat të jetë jo as destabile dhe jo as larg pozitës. Dhe pra e krijoi mu vota elektorale kosovare, krijoi këtë lloj disbalansi politik, që cilët duhet të shfryzosin një frymë pluraliste, mendimi ndryshe dhe demokracisë për të nxjerrur sa më mirë dhe sa më pa konkurrencën argumentuese politike. Mendoj që vota elektorale kosovare duhet dëgjohet me gjitha, sepse për popull realizohen veprimet politike, aq më shumë
Kosova shtet parlamentar dhe parlamentarizme, zëri dhe veshi, intuita, ndëgjimi intuitës të popullit përgjithsisë të mos kosovar. Mendoj që minoritetet dhanë një sinjal që duan të jenë pro qasjes qeverisë tashmë, ndërsa lista sërbe është pro konjunkturave opozitare dhe kemi një lloj qartësie dhe pasqyrimi real politik, e cila nuk duhet të keq përdorë dhe keq trajtohet. Mendoj që këtu kemi kushtimisht të themi një lloj elementi pejorativ, përdhonim të bindjes politike të votuesve shqiptarë, e cila kjo votuese të kosovar, jo vetëm shqiptar, por edhe etnive tjera, edhe kjo normalisht nuk duhet të keq interpretohet dhe keq kuptohet, përkundrazi duhet të mirë si një veprim real politik, si një lloj pasqyrimi se ku duhet të jenë pikat reale të veprime politike opozitare. Aq më shumë nëse pozita lëshon në aspektin e ngjetjes një lloji emri unitar për te kalimin e kësaj krize, çka do ndodh me realizimin e qeverisjes? A do të votohet qeveria? Nëse nuk do të votohet qeveria, është e gatshme pozita ta ketë një emër për mandatar të cilin nuk e ka. LDK pretendon për një emër të personal për partinë e vet, PDK po ashtu si partia e dytë neve na takon. Nga ana tjetër, koalicionimi i AK-s me nismat është në thyrje sipër, pra edhe opozita nuk është e gatshme për të bërë një lloj përgjegjësie të tjetër politike. Prandaj ose të vendoset për shkuar në zgjedhje, ose do të vendoset që të kalohet kjo krizë, të votohet propozimet e mandatarit që i ka përgjedhur pothuajse 48% nga populli dhe të bëhet një lloj opozite e vrasht, kushtimisht pozitive e vrasht, për të qenë monitorim real i qeverisë kosovare, sepse e mira është në Parlamentin e Kosovës kemi 47% të ri. Do të thënë që janë deputet për të parë dhe 64% pothuajse janë nën 45 vjeç. Pra kemi një gjak të ri politik, kushtimisht e themi, dhe mendoj që ai gjak po pret të eksplodoj, të diskutoj, të debatoj, të krijoj ide inovative politike dhe hajde të shohim. Mendoj që kemi prap në tetor zgjedhje lokale, prap do kemi një lloj testimi elektoral dhe mendoj që nëse nuk funksionon kjo qeverisje e brisht 61-62 deputet, dhjetorin e kemi prap si shans për zgjedhje presidenciale të ketë edhe zgjedhje parlamentare. Te kalohet kjo krizë, mendoj që do të jetë një racionalitet politik i gjithë elitës politike. Më vjen mirë dhe të faleminderit që në madhe një pasqyrë për teleshikuesit, një pasqyrë shumë të qartë rreth të zhvillimeve politike në Kosovë, por pse unë dala pikërisht në zhvillimet politike në Kosovë, pasi që do doja të diskutojmë edhe zhvillimet në Shqipëri për t'i ndërlidhë ato se si ndikojnë në vetë zhvillimet në Maqedoni, pasi që politikën e polarizuar thellë e kemi prezente edhe në vend, pikërisht. Mirë po, do doja pak të bëjmë një krahasim me Shqipërinë dhe zhvillimet atje. Vazhdimisht flitet për një qeveri të mbyllur, si për media dhe në disa procese tjera, por Shqipëria vazhdoi me reformat, realizoi pika të cilat i kërkoi Bashkimi Evropian, e nisi rrugtimin pas nesh si shtet, mirë po e shohim se po ecë me hapa të përshpejtuar. Do doja në pika të shkurtra të më thuash se çfarë mendon për procesin e tanishëm të Shqipërisë, por edhe situatën post-zgjedhore, e cila është e qartë, mirë po edhe simbolikën e vetë samitit, ku mblodhi liderët e botëror në një vend në kryeqytetin e Shqipërisë. Shqipëria dhe Maqedonia kishin në duke një valës të bukur, një tango e mirë integruese politike, e cila ndodhi mandej me një lloj ndryshimi muzikor politike, e cila ishte e mirë të hesë një lloj solo politike nga Shqipëria, dhe sot e kemi një lloj manifestimi, një lloj samiti, e cili mbledhin në Tiranë pothuajse 74 lider evropian dhe botror, dhe nga ana tjetër Maqedonia sot është në një lloj paqartësie eventuale për procesin integrues të Bashkimit Evropian. Pra janë dy realitete të kundërta. Vetë presidenti Macron tha Shqipëria nëse ka këtë dinamikë vepruese diplomatike dhe zhvillimin e aplikimit të kapitujve të Bashkimit Evropian, për 2 vite do të kemi antar të Bashkimit Evropian. Do thot presidenti francez, këtë çështje në një lloj samiti më të madh pothuajse evropian pas që ndodh mandej me samitin kryesor në Stamboll, kjo është një lloj indikatori real që Shqipëria është në rrugën e duhur. Normalisht që ka polaritet politik, ka shumë pika negative në rëndësinë e veprimeve politike Shqipëria, por spaku
është një farë mënyrë një element që cilin po i trajtojnë këto elemente politike. Shqipëria i ka sot, kur përflasim, 13 kapitull të hapur nga 35 kapitull të hapur, ndërsa Republika Maqedonisë Veriore asnjë. Nga 13 kapitull 3 ka të mbyllura dhe 3 janë prag të mbylljes, dhe kjo tregon që në një farë mënyrë është më shpejt se Kroacia në procesin integrues. Kemi një lloj bumi diplomatik me samitin ku humbet premisi i rajonal nga Beogradi dhe rikthehet në Tiranë, dhe jo rastësisht edhe Beogradi edhe Shkupi, por deri diku edhe Zagrebi hupën premisin e progresit realizimit të samiteve, mund nga kjo që nuk ka esori të gjuhës real integruese të Bashkimit Evropian. Tirana e ka marrë seriozisht këtë çështje, dhe po vjen mirë që Tirana dha një sinjal që edhe Bashkimi Evropian, pranë Bashkimit Evropian, që edhe një shtet ballkanik mund të organizojë një samit dinjitos, dhe kjo u manifestua mjaft mirë edhe nga kryeministri italiane, edhe nga ajo francez, edhe nga një francez, edhe nga gjithë pothuajse ajka e Bashkimit Evropian, por edhe njëkohësisht botëror. Mendoj që Tirana dhe relativisht edhe Shqipëria e ndihmoi, kushtimisht themi fatkesisht, është përkupujtja nga Republika Maqedonisë Veriore. Ky penalizim që po na ndodh neve si qytetarë Republikës Maqedonisë Veriore për dinamikat politike të brendshme, nga ndryshimi i emrit dhe tash nga procesit e ndryshimeve kushtetuese, Tirana nuk pe ndjen këtë element. Edhe mendoj që ka marrë një seriozitet të duar, sidomos në zbatimin e reformave që ka të bëjnë me procesin integrues të Bashkimit Evropian, sidomos në çështjet e sigurisë, energjetikës dhe tashmë për elementet e administratës publike. Pra janë 3 kapitull që i ka mbyllur dhe i ka trajtuar mjaft mirë, dhe tash i ka elemente shumë më decide dhe sekundare, të cilat tejkalojnë shumë më shpejt si ka pyetoj. Pothuajse nga kancelari gjerman, i cili tha që Tirana ka bërë një hap gjigant në aspektin të përcaktimit integrues të Bashkimit Evropian, as më shumë në menaxhimin e OSBE-s, dhe tash në samitin e Bashkimit Evropian u tregua që ka hyrë në taborën e organizimeve të politikave strategjike, gjeostrategjike ballkanike. Tashmë kemi një lloj fronti të ri të Bashkimit Evropian, e cila është organizuar dhe po vjen mirë që nga Shqipëria, as më shumë kur Shqipëria është një lloj fryme miqësore dhe trajton elemente të gatshme për të bashkëpunuar me Republikën e Maqedonisë Veriore. Jo rastësisht në samitin e Romës ai pati një dialog të ashpër me përfaqësues të Bashkimit Evropian për penalizimet që po ndodhin Republikës Maqedonisë Veriore. Tirana ka sakrifikuar për konceptet idealistike kombëtare me vendet fshinje, sidomos me Greqinë, ku humbi territor, kushtimisht themi humbi territor, nuk i hapi çështjet e diskutimeve që kemi me elementet e bashkimeve kombëtare me Kosovën. Normalisht nuk e cenzuroi konceptet e së drejtës së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriore, të cilën ne i pritëm fatkeqësisht, por kjo ishte një lloj dinamike tjetër politike që tha, okay, ne po i mbyllim kushtimisht themi syt në aspektin politik, por në aspektin diplomatik shqiptarët do të përfitojnë nëse Shqipëria do ishte ndër të parat në këtë rajon të integruar. Pra ka bërë disa sakrifica kombëtare, nacionale, por edhe të politikave të brendshme lokale, territoriale, për të hapur rrugën integrues Bashkimit Evropian, se Bashkimi Evropian është një proces integrues që do të ketë përfitime shumë të larta diplomatike, të sigurisë dhe aspekte ekonomike, as më shumë ku gjeopolitika sot është vetëm se një lloj përditshmërie politike dhe e brendshme, dhe mendoj por duhet normalisht që çdo hap apo çdo fitim, çdo risk i fituar duhet të ketë edhe sanksionime të ndryshme. Prandaj kjo është një lloj yrneku i mirë politik që duhet manifestohet nga Republika e Maqedonisë Veriore, që nuk duhet të ketë në tavolinë integrimin evropian si kartë për të shfrytzuar për rejtingu politike. Po besoj që këtë të trajtojmë andaj. Po, patjetër. Kemi disa, pas që u reflektuan edhe politikat të ndryshme dhe situatat të ndryshme, Maqedonia e Veriut për fat të keq vendi ynë tani ndodhet në një pozitë jo të lakmueshme, mirë po para disa viteve ne kemi shikuar Shqipërinë me një sy tjetër dhe ata na kanë shikuar sikur një dritë të hapur dhe një derë ku kanë mundur edhe të mbështeten, por realisht ne tash i shohim si të tillë.
Arriton kur përmendet të gjitha elementet të cilat ndodhin tani në Shqipëri, me procesin të gjitha përmbushjet apo obligimet të cilat i ka kryer duke t'i kaluar edhe interesat kombëtare si shtet. Bëm edhe një krahasim me Kosovën. Situata në Maqedoni për momentin. Ndëgjojmë vazhdimisht deklaratet e politikanëve tanë, aktorët politik Maqedonas, pa i prekur polarizimin në pjesën politike shqiptare. Të flasim për deklaratat e fundit të kryeministrit Mickoski në lidhje me këtë. Ne duam një garancë dhe u tha se garanca është kjo, nuk ka plan B, dhe më thënë ndryshimet kushtetuese duhet të ndodhin. Ky ishte mesazhi i fundit. Me dallim nga Kosova dhe Shqipëria, në elitën politike në Kosovë dhe në Shqipëri nuk ka diskutim dhe hamendje mbi procesin integrues të Bashkimit Evropian. Ndërsa në elitën politike e Republikës Maqedonisë Veriore, pa pas ndallimet të taboreve etnike, ka. Disa janë skeptik për procesin e Bashkimit Evropian, disa e kanë cenuar që sakrifica që po bëhet për nga ndryshimi emre, ndryshimi kushtetues që po pritet, nuk do është e mjaftueshme integrimi i Bashkimit Evropian, dhe këto e cenojnë realisht seriozitetin e veprimit politik, se realisht a duan të hyjnë në Bashkimin Evropian apo jo. Të kushtohet një vërtetëri konfederative më sui generis e historisë politike njerëzore, vetëm për shkak të ndryshimeve kushtetuese për të mirën e harmonisë multietnike në vend, kjo normalisht tregon edhe një lloj jo serioziteti dhe një lloj mungesës së strategjisë të vendit tonë për procesin integrues në Bashkimin Evropian. Në retorikën e cilën u përdor, edhe pse përfituan pothuajse $6 miliard, jemi në prag të përfitimit nga Britania e Madhe, të cilën organizuan në brendësitë e samitit të Bashkimit Evropian, dhe të kërkohet prap një lloj garance se a mund, nëse do bëjmë ndryshime kushtetuese, a kemi integrim të Bashkimit Evropian, kjo normalisht tregon një lloj elementi jo serioziteti, sepse Republika Maqedonisë Veriore duhet të gjejë në çdo kanal veprimi për të integruar Bashkimin Evropian, qoftë edhe pa kushtezim dhe me kushtezim. Ndryshimi kushtetues nuk i shërben Bashkimit Evropian. Ndryshimi kushtetues i shërben harmonisë multietnike dhe pikueshmërisë shoqërore të vendit tonë. Pra Bashkimi Evropian nuk po ndryshon nuk po kërkon ndryshimin kushtetues për Bashkimin Evropian, po kërkon ndryshimin kushtetues për të realizuar drejtat themeltore të shumë qytetarëve në rëndësi që pothuajse arrin 50% e veprimeve të saj në përditshmërinë shoqërore. Prandaj harmonizimi politik edhe i brendshëm është në të mirën dhe frymën pozitive të vetë vendin tonë dhe jo Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk kërkon vende të cilat kanë brendësi problematike, edhe politike dhe sociale dhe njëkohësisht ekonomike. Ai garanton sforcimin e këtyre të drejtave elementare jetësore, njerëzore, dhe normalisht procesi integrues Bashkimit Evropian do të ishte një lloj bumi ekonomik i brendshëm dhe njëkohësisht social. Prandaj ndalja e migrimit, që është problem jetik, ndalja e paragjykimeve ndëretnike, shtjellimeve të ndryshmeve të pragmatizmit politik do të ishte kryesisht me ndryshime kushtetuese. Sepse është një farë mënyre, një rikonstruim dhe ridefinimi i qartë i veprimit ton politik si shtet. A duan të jemi pro-perëndimor apo duhet të jemi pjesë e veprimeve të tranzicionaleve ish Jugoslave dhe njëkohësisht pse jo as më keq të Evropës lindore. Jo rastisht to vonesa politika ka kushtzuar sot edhe Ukrainën, po akuzojnë sot edhe Belorusin, po akuzojnë edhe sot pra shumë vende të cilat kanë qenë pjesë tranzicionale. Kjo nuk po ndodh me Letoninë, Estoninë, Poloninë, nuk po ndodh me Portugalinë, nuk ndodhi me Greqinë, as nuk ndodhi me Malinezi, as nuk ndodhi me Sloveninë, pra ndryshimi kushtetuese, po të gjithë këto vendet i realizuan me pak ose me shumë amendamentime, e bëri edhe Shqipëria regjistrimin e popullatës në mënyrë shumë të hatokshme. Prandaj edhe Kosova ndryshoi pothuajse kushtetutën, flamurin, konceptin historik të veprimeve të saj, identitetin, për të arritur në këto premisa. Po për të kërkuar kushtizim për harmonizimin e vendit, normalisht që kjo nuk ka një lloj logjike racionale politike. Mendoj që Mickoski nuk duhet ta ketë një lloj alternative Bashkimit Evropian si koncept zgjedhor ose jetëgjatësi të pushtetit, por duhet të konsideroj që angazhimi për Bashkimin Evropian do të jetë në të mirën e vetë vendit dhe do të konsiderohet si një lloj akti heroik dhe patriotik për vetë veprimin e kryeministit dhe jo të konsiderohet si një lloj tradhtie kombëtare, sepse këtu koncepte folklorike në Bashkimin Evropian nuk ka, vlerat evropiane nuk kanë elemente folklorike, përkundrazi
janë vetëm fryma të cilat duhet të gjejmë pikat e përbashkëta tona për t'i gërshetuar dhe për t'i hapëruar në mënyrë të mundshme. Sepse sot patriotizmi moral është zhvillimi ekonomik, patriotizmi moral është kthimi i trurit në vend, një fëmijë më shumë në vendin tonë, një i ri më progresiv në vendin tonë, dhe normalisht kjo do të ishte më e mira për të gjithë vendet dhe akti më patriotik dhe më i miri i mundshëm për shtetin. Pikërisht ishin disa pika shumë interesante të cilat mundohem t'i kap, gjithashtu në këtë kur përmende kontratën me Britaninë e Madhe, gjithashtu do doja të ndalemi pak edhe në planin e rritjes, se ishim vendi i parë i cili përfituam nga plani i rritjes, dhe kjo ndoshta është edhe një farë shenje nga vetë aktorët politik të Bashkimit Evropian për të ndihmuar procesin integrues. Por nga ana tjetër përmende gjithashtu edhe mospasjen e konsensusit politik ndër vite, i cili na ka sjellur në këtë situatë. Si mendon se do të ndikojë në këtë zbrastir të them, në këtë gap kohor, që të ndikojnë frymat të cilat i përmende, qoftë fryma lindore apo ndikimi rus nëpërmjet kanaleve të ndryshme, pasi që edhe orientimi, siç e përmende i politikanëve, aktorëve politik maqedonas nuk është i saktë. Kemi një afërsi me kryeministrin hungares, të cilin e dim se çka. Në fillim gjatë marrjes së mandatit të presidentit Trump, afërsia u tregua dhe kemi një dilemë ndoshta edhe tek qytetarët që rrit euroskepticizmi. Normalisht që këtu ka një paqartësi politike, sepse kemi zëvendës kryeministrin për harmonizimin e bashkëjetesës që është me pro-mbindje ruse. Kemi një partneritet aktor politik mbrenda qeverisë që pranoi ambasadorin rus si një frymë ndryshuese në Kumanov. Pra, këto janë elemente të cilat nuk i shërbejnë progresit politik. Ajo që tha ty si do mbyllet kjo kep, kjo është një lloj elementi i procesit të ekosistemeve, edhe politika ka një lloj ekosistemi të veprimit politik. Sa më shumë që të krijohet dhe thellohet kriza, krijohet hapësira për të kultivuar dhe mbjell antikrizën ose anti-elementin moral. Nëse ne krijojmë hapësirë që ata të realizojnë veprimet e tyre politike, sepse ata kanë një lloj agjende politike, normalisht që kjo do krijohet një lloj edhe hapësire edhe një kep edhe më i madh, të cilën do të kemi të vështirë, do të ketë një lloj icebergu të cilën nuk do mund të dim fundin, atë nuk mund të dim qarkullimin e veprimit jetësor. Prandaj mendoj që sa më shpejt të kalojnë këto veprime dhe sa më shpejt të realizohen këto kriza, normalisht nuk do të ketë argument veprues këto çarçet anti të Bashkimit Evropian dhe anti-perëndimore. Pika parë, Republika Maqedonisë Veriore me integrimin në NATO dha një sinjal pozitiv që jemi pro për proceseve perëndimore. Dhe normalisht kthimi i mbas është një kthim pozitën zero, e cila nuk i shërben vendit as më shumë premisave të stabilitetit tonë. Prandaj mendoj që nëse ne japim hapësirë veprimit çastive pro-perëndimore, të kemi orientime pro-qendrore dhe lindore, normalisht kjo nuk do të ishte në veprimin e duhur për Republikën e Maqedonisë Veriore, sepse në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik, Bashkimi Evropian e ka fokusin krejtësisht tjetër. Pra kemi pjesën e Ukrainës, kemi pjesën tashti në luftën në Gaza, kemi pjesën që po ndodh në Afganistan, lufta me tjetër, në prag të krizës reale, kemi harmonizimin politik diplomatik me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Pra është e mira që në samitin e Tiranës u fokusu prapë Maqedonia. Është e mira që u dha një shtysë, një lloj impulsi që ne jemi pro që Republika e Maqedonisë Veriore të ketë një zhvillim social dhe politik, edhe normalisht nuk ka një lloj argumentimi pse mos jetë e kundërta. Qytetarët e dhanë sinjalin e vet, pothuajse 73%, edhe pse jemi me nivel të përqindjes shumë të vogël se sa Kosova, Shqipëria, Mali Zip, që janë mbi 90%, kemi 73% që duan integrimin në Bashkimin Evropian me çfarë do lloj kushti. Më thënë, nuk është një kusht i patekalueshëm, kushtetuta nuk është në premisën e Biblës dhe Kuranit të pandryshueshëm, është një akt juridik i cili ka elemente normative që duhet të jepet karakteri i frymës shoqërore dhe politike, por në aspektin e veprimit politik të jepet hapësirë veprimit politik dhe çarsheve të sigurisë pro-ruse, sidomos në elementet qeveritare, kjo nuk do të ishte e pranueshme. Normalisht Mickovski e ka në shërbim elementin e kalkulimeve të tyre të politike, por normalisht si primati i qeverisë, po më vjen mirë që ka disa deklarate që është i gatshëm të jetë pjesë e ndryshimeve kushtetuese, pjesë e reformave për politike për ndryshimet kushtetuese për të realizuar
vis-a-vis procesin, për të dhënë kahje procesit integruar të Bashkimit Evropian. Ne e shijuam ultranacionalizmin e Gruevskit, betëm një lloj, edhe pse ishim në primatin e procesit integrues, me asosim stabilizimi, me procesin integrimi në NATO, dhe mbetëm pothuajse 12 vite të bllokuar nga kjo element, të cilën normalisht që jam dakord se dhe jam mëshirues i vlerave nacionale që duan të mbrojnë bashkëqytetarët e mi. Pikërisht. Këtë nuk duhet ta keq kuptojmë bashkëqytetarët e mi. Nuk mendoj që pothuajse çdo pore, komunitet shqiptar, bosnjak, rom, turk, por edhe maqedonase kemi vlera të përbashkëta, të cilat është ajo rujtja e traditave dhe zakoneve tona. Ne jemi pro kësaj. Ne edham besoj misionin, edham provimin e caktuar që 12 vite nuk bëm asnjë zë, sepse po cënohet identiteti vetë me ndryshimin e emrit. Ne nuk realizuam këtë ndërhyrje etnike. Por mendoj që kjo ndryshimi kushtetues dhe për të bërë një lloj kalkulimi partijak lokal mbrensh, sidomos në Kumanov, në Shkup, t'i jepet çarsheve proruse hapësirë politike, kjo nuk do ishte e mirë as për ata si pjesë e bashkëveprimit dhe bashkëjetesës tonë, por as frymës multietnike, sepse kjo ka një lloj elementi domino efekt. Sepse durimi, sidomos kur vjen në premisën sociale, normalisht që kjo nuk do të shikonte as premisën etnike, as konceptin e flamurit, as të gjuhës, por do të eksplodoj në format kresisht të pa kontrolluara. Prandaj, mos integrimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm proces politiko-diplomatik, por ka efekte të ndryshme të domino efekteve, të cilat mund të jenë krizë etnike, krizë multietnike, në fakt, krizë ndërfetare, por edhe sociale. Edhe një pyetje, pasi që unë kam shumë pyetje të parashtroj dhe nuk do të ndalesha, me siguri do të kishim një cikël mjaft të gjerë, mirë po do doja të pyes në kontekst të kësaj. Mendon që e gjithë kjo shfrytëzohet për politika ditore, ndoshta deri në zgjedhje lokale, dhe si do të jetë situata pas zgjedhjeve lokale? Varësisht nga rezultatet, normalisht. Bukfalisht, unë jam politolog dhe nuk pe kuptoj përzierjen e tematikave që po bëjnë elitat politike për kalkulimin e zgjedhjeve lokaleve, diskutojnë ose kalkulojnë politika strategjike të cilat kanë të bëjnë me integrimin e vetë vendit në përgjithësi. Zgjedhjet lokale duhet të jenë, jam dakord që zgjedhjet lokale janë zgjedhje më të vështira se ato parlamentare. Zgjedhjet lokale janë frontmenat, në një farë mënyrë vija e parë politike, ku mirët çështja e kanalizimit, ujit, parkut, jetesës, artit, kulturës e kështu me radhë brenda një komunitetit të caktuar ose brenda një territorit, brenda një vendit të caktuar. Por unë mendoj që zgjedhjet lokale duhet të jepë më shumë se kur një frymë evropiane. Të identifikojmë leadership të ri, të identifikojmë një leadership që e njeh komuniteti, e don dhe njëkohësisht ka ide kreative. Kjo do të ishte vetëm për vendin, për Çajirin, për Tetovën, për Gostivarin, Strugën, Xhevxhelin, Shtipin e kështu me radhë, Shkupin, sidomos për Shkupin. Por jo të kalkulohet për Bashkimin Evropian, sepse edhe komunat janë të ndërlidhura me Bashkimin Evropian. Edhe veçëverisja lokale është e lidhur me Bashkimin Evropian. Kemi 4 sektore të Bashkimit Evropian, 4 kapituj dhe 4 benefitet që mund të vinë nga Bashkimi Evropian për development ose zhvillimin zhvillimin është sektori i zhvillimit për veçëverisje lokale. Domethënë kjo ka të bëjë sepse edhe projektet që duhen të realizohen për përditshmërinë tonë, për shkollën, për çerdhen, për usjellsin, për kanalizimin që janë ende jetike në vendin tonë fatkeqësisht, vijnë nga subvencionimet e Bashkimit Evropian. Prandaj nuk duhet kalkulohet kalkulimi i numrave, e kandidaturave, i koalicionimeve për zgjedhjet lokaleve nga shi integrimi evropian. Integrimi evropian janë kërkesë strategjike tjetër. Prandaj duhet të kemi dy pole të qarta në të veprimit politik. Unë kështu e shoh politikën dhe kështu duhet mendoj të veprohet në bazë të realizimit të teorisë politike. E tashti nëse ne si votuese ose si fuqi elektorale nuk e sankcionojmë këtë çështje, atëherë mendoj që e meritojmë edhe këtë situatë. Të ndalem edhe me një pikë se më hape edhe një pyetje. Nuk kemi reforma në partitë politike realisht në vend, dhe duhet të ketë reforma. Kur folëm krahasua me politikat në Kosovë, të reforma që janë bërë atje, fryma e re,
Gjithashtu edhe në Shqipëri, e cila ka sjell një koncept të ri, ndoshta me personalitete më të vjetra, por një zhvillimi politikave në një frym pak më pro-evropiane dhe pro-bashkore. Në Maqedoni ne kemi ngelur, partitë politike kanë ngelur mrapa me reformat të cilat duhet të bën brenda partive politike. Në veçanti ajo që na tangon neve në bllokun politik shqiptar. A mendon që edhe kjo është një nga pengesat kryesore? Kam një lloj paqartësie gjatë kur hapi televizionin për të shikuar, pothuajse të gjithë partitë politike shqiptare kërkojnë të ri. E të kontribuojnë së bashku, dhe kur të vinë të rit të kontribuojnë së bashku, nuk janë faktor brenda partive politike. Nuk e kuptoj pse nuk guxojnë. Unë jam i vetëdijshëm që politika është jep dhe merr, ndoshta edhe ne nuk po e kërkojmë. Në Kosovë, pothuajse në vendet më vepruese të krahut të luftës u dënuan sepse nuk u reformua. Ose në Prishtinë sepse nuk u reformua pjesa tjetër dhe erdhi njëkohësisht erdhi në votë Urani Ismaili që ishte ka 2%, 22%, ose erdhi Arben Vitia, ose erdhi përparim Rama nga Londra, pra veprimi i guximit, ose Adreti Klapaj, ose Agron Shehaj në Shqipëri, ose Belin Këlliçi tek PD-ja. Pra unë nuk po kuptoj pse s'po mirret këto shembuj real, ose ne si fuqi elektorale pse ne kemi në guximin ta kërkojmë një lloj alternative tjetër. Kushtimin kur thamë alternativë tjetër, jo të kërkojmë parti të reja, por të kërkojmë struktura të reja. Mendoj që guzimi politik është enorm ose kancerogjene brendësive partive politike. Unë jam i bindur që kjo do të ishte shumë e mirë edhe vetë për partitë politike, nëse guzojnë. Nëse do të kemi sot një kandidate femër për komunat tona shqiptare, do të ishte shumë e guzishme dhe me pranueshme. Nëse do të kemi sot një 35 vjeçar, 30 vjeçar, 25 vjeçar një kandidat për qeverisje lokale për komunat, do të ishte shumë e mirëseardhur ndoshta për vetë fuqinë elektorale. Pra, pse s'testoni? Unë bëj apel publik të testohet ky element. Unë nuk po du ta shtjelloj në aspektin e shkencës politologjike ose konceptin e teorisë politike, sepse nuk ka një lloj filozofie të trajtojë këtë çështje. Guxo për të bërë një lloj strukturimi të tillë, sepse politika është po ashtu edhe një lloj materie ushqyese që harxhohet ose ngopet. Prandaj është mirë që të ndryshohet ky element, sepse kurja e ideve politike është nuanca reale që jemi të harxhuar. 8 vite, maksimum 10 vite, nuk kemi kreativitet të mbrojtshëm politik. Në çfarë do lloj funksionimi dhe realizimi veprues të pragmatizmit politik e kemi. Prandaj është mirë të guxohet. Më pozitive në këtë tematikë është unë kam punë, pothuajse çdo ditë me studentë shkenca politike. Janë brillant, kanë kreativitet, kanë ide, kanë guxim, kanë energji, pse mos të testohet, pse mos të shfryzohet. Ka kuadro, kemi 3 universitete publike, publiko-private, kemi universitete private, kemi të ri që vinë nga jashtë për të sakrifikuar apo ndihmuar veprime të ndryshme politike, të cilat punojnë për organizata më të larta ndërkombëtare politike. Pse mos të shfryzojmë këto? Unë nuk kam përgjigje, sinqerisht nuk kam përgjigje, mendoj që duhet të ketë një lloj strategjie. Ose ne t'i donojmë, t'i bojkotojmë këto struktura edhe t'i jepet sinjal real që duhet bërë ndryshimi, ose normalisht duhet guxuar edhe më shumë për të ketë një lloj terreni politik. Mendoj që nëse kemi ndryshim të kodit zgjedhor, lista të hapura, kjo do të ishte reflektimi më i madh, me lista të hapura një i ri do votojë shumë më shumë se vetë kryetari i partisë. Ndoshta edhe u bë para disa ditëve, apo ditën e djeshme më duket se janë bërë disa ndryshime ku i jepet edhe hapësirë sepse kishin edhe pengesë kandidatët e pavarur që të marrin pjesë. Ju dha hapësira për kandidatë pavarur që të kenë në numër shumë pak në nënshkrimeve, por jo listat e hapura. Mendoj që listat e hapura janë një opcion tjetër. Do të kishim folur në edicionet e radhës, unë shpresoj se do të kem këtu. Ishte kënaqësi shumë e madhe të dëgjoj dhe të marr mendime briljante nga një i ri i cili premton shumë për këtë vend. Faleminderit shumë për hapësirën dhe vlerësimin. Faleminderit, do të shifemi radhë tjera.
Të nderuar teleshikues, këtu edhe do të përmbyllim këtë emision të tonin, ku diskutuam për shumë çështje, për atë se si po zhvillohet situata politike në Kosovë, si ndikon ajo në zhvillime të tjera më tej në rajon, duke krahasuar edhe situatën në Shqipëri dhe shpresoj se keni marrë mesazhe të caktuara dhe të dobishme rreth informacioneve dhe zhvillimeve të fundit të procesit eurointegrues të vendit. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, shifemi javën e ardhshme.